Po, dhe tani do vinë në një moment... Tani vinë vërtet ata. Kush ata? Që vazhdimisht ndryshojnë, që nuk janë ata që kanë qenë dhe nuk do t'jenë më ata që janë sonte. Natyrisht pra, që janë ata që janë dhe nuk janë ata që nuk do jenë, janë ata që janë. A pra, kush janë ata? Vazhdimisht! Hajde Spiro, hajde Spiro. Hajde Spiro të tregoj 3 rregullat kryesore të zjarfiksave. Rregulli numër 1, zjarfiksi duhet jetë sy shqipoj. A diti çfarë do me thonë sy shqipoj? Po. Çfarë do me thonë sy shqipoj? Do me thonë që ti kesh syt këtu. Po jo ma Spiro, Spiro. Një gjo, sy shqipoj do me thonë, hajde këtu. Sa veta e në salë tashi? Pa kameramanët. Ha Spiro, ha? 250. Shumë mirë. Tashi, shiftu në mes të hunda, këtu në mes të hunda? Bokor, Spiro. Sa veta janë tashi? Pa kameramanët. Pa kameramanët se më qmenë, ha? 500. Bravo! Ja, kjo është si shqipoj, nga 2-500. Po. Ja, shiko tashi. Rregulli numër 2. Kur bi telefoni zjarfiksave, zjarfiksi le çdo punë. Po. Ha, çe tu po më valla. Rregull numër 2. Kur bi telefoni zjarfiksave... Spiro. Rregulli numër 3. Kur fol shefi, të dhjefsha rregulli numër 2. Një gjë tashi. Hape tashi. Çe tu po më Spiro. Rregull numër 3. Kur flet shefi. Hape se sot u fol shefi. Hape tashi, hape. Ha. Alo! Zjarfiksat jeni? Pse? S'po ta mushkën asynin për zjarfiksan e ty, e? Ashtu mu t'jek shpia, Po më diqe shpia. Po ti që shpia? Ty, se shefa ne më dha, qa ke që shefa ne? Je sy shqipojnë, shef. Shef në mes. Shef në mes, një gjë. Kujt po i ti që shpia dha? Ha, këti. Alo, hama qëllë. Alo, shef, ashtu mu t'jek shpia, për zotin, ashtu mu t'jek shpia. Avash, o ti shoku fshatar, mos bërtit e katunar, mos bërtit e dha. Mos bërtit se si i parin, përgjithsi digje shpia se s'ka ne i qopë. Dishka shpia këti, një gjë të shi. Në tregoj që ku ke shpin. Në Alias ke malorja, mu ke malorja në Alias. Qa Alias, nuk vim, thë, iku qa Alias i thë ti. Alo, po pse nuk vinim, Nuk vim do të se kemi problem zjarfikse si ka ra motori, edhe nuk e ngre do të dishezën, a kupto, maloren, me uj. Duhet me ardh pa uj, duhet me zbras ujti. Pa uj, vim pa uj. Po si pa uj, pa uj ju të nëncoj, ma jeni Terezima, unë do t'ju edhe në gjyq, pa qepsina, mu në ndigje shpia, ma jeni Terezima. Qatë thot vlaj atë unë s'nimoj do ta, kupto? Po si ma nuk nimon, mor qelpsina, mor. Po unë i të zotni. O zotni, pa e kemi zgjidhin e për shdo problem e kemi zgjidhin. Një gjot ashi, në një shpik një afer nga bloku, keti? Po qa shpije ke bloku, më shpije ke bloku bojnë 80.000 euro. Ku ti gjej lekët unë? S'ke fa, jo, ka vajt 1.100 euro metri. Po zotin, ka bli shoku im shpija ty ke bloku. Po, sa shtrejnë. Po ku e mori? E ka mu këtu sa dil nga lana që vje për ke agimet. Ashtu, ha? Po, palati 8, që është ngretit. Po sa i vajtë? 110.000 euro ka mon. Gjithë garaj? Jo, më qa garaj i boj 10.000 euro. O, sa shtrejt kanë vajtë, more. Këshuti. Po qa thot puna, pse mori e? O, të mu t'jek shpia! Ka me shpin, më burë! Ka me shpin! O, të mu t'jek shpia! Hajde, Spiro. Me qik telefon, tu jemi të kuke. Me qik. Ha, Spiro, që tha? Me ty e kam se shefa një më vë. I quva stile. Si... Po ku ti qo zile më vë, me emër Po telefon. ke më ka halë, la, të ta morë, si t'ja gjy lekët, të. Të mori, vetë mori. Po merë më me argjoj 200 lek, boj për mu. Po e për ty. Boj për mu. Po e për ty. Për mu, ha. Alo, kush je? Jo, Tom, zjarfiksi pra. Po ku jeni, më vla, pse vononi, më pse s'vini, më pse s'hutoj që gjithë palati, më. Ku jemi? Ha, jemi te 21 dhjetori pa dalë të Zoguzi. Te Akademia Ateve, libër universitar, këtu. Po qa libër universitar, më në Alias, ke malorja më shpik, të përpoj. Se make, fare se make. Se make shakan daje, y që tymi. Po këtu jena, E shofim. Po qofim. Masha tymi, mos ta morim tysh. Dil aty, dil. Hajde një më shpejt, më se po bëhet në më shpejt më. Hajde, Spio. Hajde më shef, o shef, shtrija të kohë, kapët ato zorat ato gjona, shpejt shtri. Wadhu! Nuk është ashtu si s'mendon ti. Shtrije, zorë, shtrije. Do ta shtrije në kallin e zorën në ty, po priti sekond. Po, u po hudhen, po hudhen. Wadhu!
i thuj e sot 200 kile kushta maja te, mos i thuj edhe. Çfarë bëj? Mos u një gjoni gjote. Çfarë bëj? Një gjoni gjote se më qestoj era. Po. Çalli kishe tjerë se mora vesh. O tu mu djek shtëpia. Çfarë kishe shtëpia me? A qa shqiptarit, veç ka halli vetë kanë menjen. Ashtu. Vjes zjarë fiksi, me në zirë në i cappuccino, në i briosha, Ashtu është. croissant. Maskara, Po çfarë bëj më shosh, mu djek shtëpia. Ja, U po se- hidhe, u po hidhe. Mos i thuj e hillu sot 200 kile, mos i thuj se na shmene. Një gjotë tash. Një gjotë. O ta, a ka mundsi? Menoj gjotë bukur. Hiqe menje nga djegja shtëpis. Merr frym thellë. Merr frym se ka frym sa dush. Merr frym. Një gjotë tash. Menoj gjotë bukur. Menoj sikur po i digje shtëpia komshill për shembull. Ashtu. S'ka problem fare. Tashi. Qesh tashi. Ej Spiro. Shive si qesh shqiptari kur i digje shtëpia komshill. Ta e postës, vetë tregojnë, edukat e familjes. Aqa shqiptari. Po digje shtëpia ty. Ti mu djek shtëpia. Mos i thuj hullu ti se 200 Çfarë bëj më shef? Çfarë bëj më shef? Çfarë bëj Një më? sekond se kom i pyetun. Pse s'ka zjarr në dhomë tjera më valla? E kam shujt me durët e mia me kova për zotin, shef është bo nami jam djek ku do ha, shef si jam bo më. Ke bo gabimin e jetës. Usta Berati që me njeri zorën nga dora. Po du ta kisha shujtu në zjarr më Falë më qëtësirë. shef, nuk e përsëris më. Ke prek ven e pa ven. Bo e për mu. Ha? Bo e për mu. Po bëj për ty. Bo e për mu. Po bëj për ty. Bo e për mu. Po bëj për këtë. Qa ka që shefa nekur më vlla? O shoku, me ty e kam me pse shefa ne më qa ka mund më? Shef pak në mes, shef. Jam sy shqipor. Sy shqipor, Po jam shef. të fiksa. Sy shqipor. Një tash. Po. Një sekond, mos ull. Jo, nuk i. Mos ull, ashtu. Tash. Sa veta jeni në shtëpi? Unë edhe qeni. Shumë bukur. Do shpëtojmë qenin. Po pse qeni më shpëtoni Ta mu një? shpjegojmë pse qenin. Sepse qeni është miku më i mirë i njeriut. Dhe njeriu s'jeton dot pa qenin. Kurse qeni jeton me qen tjetër ashtu. Derisa shkon tek kazani i plerave të bashkisë aty. Dhe duke ngrënë, vjen e vret ai punëtori i bashkisë me një armë. Ba. Po pse mbrave më vllai, thot qeni. Po kisha urdhër më qen, o qen. Po nga kush e kishe urdhër ti, ha? Po kisha urdhër më. Po nga kush e ke urdhër ti? Po kisha urdhër më. Po nga kush e ke urdhër ti? Po kisha urdhër. Po nëse Qenin, ja të pritet të ta hedhë qenin. Qenin Po si miru pafshim. Qenin. Miqtë ekstrem, mi mbrëma. Kishte harruar sobën ndezur. Pa pritur shtëpia ti merr flak dhe në këtë material do të ndiqni se si kjo grua, ose më sakt, kjo vajzë, ose më sakt, ky burr, o çun mos e lëviz atë letër më, se lexoj dot. Pra ky burr i kërkon ndihmë këtij zjarfiksi për të shpëtuar jo atë, por macën e saj. Ose më sakt, pinguinin e saj. Ose më sakt, qenin e saj. E lëvizë mo letrën të thyva në mes. Këto dhe të tjera, vetëm pas pak, në ekstrem. Unë jam Kastriot Qaushi.
ose si miq më thresin, kaça ushi. Ose kaçi. Ide! Prite! Le ta ndjekim dhe një herë në rewind këtë akt heroizmi për të kuptuar se si ky marangoz, ose më sakt, ky rrobaqepës, ose më sakt, ky zjarfikës, po mos e lëviz letën mos e qeke idiot komplet. Pra ky zjarfikës tregon veten e tij plot forcë, vrull dhe heroizëm. Ta ndjekim. Hidhe! Prite! Jo pra shtej, jo a që shimkin turgit përpa në stremeke, në umoja qika ushikash ose qika. E pra le t'i japim një duar trokitje këtij zjarfiksi për këtë pritje të mrekullueshme që ka bërë. Andej! Bravo! Kujt i vret qenin ti mor qen? Po qenin alla! Po kujt i vret qenin ti mor qen? Mor qen mor! Po ty ka për të vra mor qen! Mor qen! Mor qen si!